Nga qytetet të ndryshme erdhën në Prishtinë. Delegatët e Partisë Demokratike u mblodhën në konventin e 12 të kësaj partie. E kjo me të vetmin qëllim zgjedhjen e të parit të partisë. Çështja se kur do të jetë kandidat për kryetar të PDK-s ishte tema kyçe e kësaj konvente. Fitoren nuk e shohim brenda llojit, fitoren e vërtet e kemi pas zgjedhjeve parlamentare. Faleminderit shumë. Ndonë se nuk ju plotësua kërkesa që konventa të shtyhet, këtu erdhi edhe deputeti Enver Hoxhaj, i cili kishte shprehur dëshirën për të qenë në krye të partisë. Dhe që kjo është llogari që jep delegatëve. Megjithatë, antarët e kësaj partie paraqiten edhe pëlqimet e tyre. Konsideroj se zotëria Homza është për momentin dhe do të jetë njëri nga kandidatët më suksesshëm të Partisë Demokratike. E pak para fillimit të konventës, erdhi edhe kandidati për kryetar Bedri Hamza, i shoqëruar nga kryetari në largim Memli Krasniqi. Urimet ishin që të gjithë dalin të kënaqur. E rëndësishme është se sot e kemi një konvent demokratike, edhe pse është e jashtëzakonshme, pas dorëheqjes së kryetarit Memli Krasniqi. Unë uroj e shpresoj që konventat shkojnë mbar dhe po shpresoj shumë që edhe na dhe ju do të kënaqur pas mbarimit të kësaj konvente. Por pas përfundimit të konventës, ky urim i Musliut nuk u plotësua. Unë jam rrit me Partinë Demokratike të Kosovës, jam pjesë e PDK-s, nuk e mendoj asnjëherë të ardhmen e Kosovës pa hashimin, pa kadrin, pa UÇK-n, pa PDK-n dhe pa rolin ton, por mendoj që kjo konvent është një konvent e cila është më shumë një garë mbyllur, një proces i mbyllur, një improvizim, sesa një garë e hapur, por unë e respektoj vendimin që ka marrë kryesia e Partisë Demokratike delegatë e konventit që morën sot, vendosen për kryetarin e ardhshëm. Pas konventës, Hoxhajt i reagoi ish kryetari Memli Krasniqi. Gara ka qenë e hapur, janë 608 delegatë, ka pasur hapësinë për digun 12 kandidatë. Mund vjen keq që zoti Hoxhaj nuk e ka ndjek asnjë prej këtyre procedurave, sepse vërtet kisha pas dëshirë me pa ngarë. Qysh kam pas shumë dëshirë para 4 vite, 4 muaj kur unë jam zgjedh, me qenë ngarë kur ka qenë ushtrues detyre, por është vendimi i tij, cilin unë e respektoj. Rrugtimi vazhdon, PDK-ja është e bashkuar. Sfida e parë që do ta pres kryetarin e ri të PDK-s është seanca për votimin e qeverisë së re, mandatari së cilës është Glau Konjufca.